Paraprakisht ju bëjmë dje, po sikurse mund ta keni ndjekur edhe nëpërmjet informacionit që në kohë reale pasqyrohet në faqen e internetit Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kemi përfunduar dërgimin e zarfave tek votuesit për qarkun Dibër, Kukës, Gjirokastër, Berat, Durrës dhe Elbasan. Kemi nisur sot përgatitjet për dërgimin e dokumentacionit zgjedhor për qarkun Korçë dhe Lezhë dhe në pjesën e dytë të ditës sot ne fillojmë edhe qarkun Tiranë. Deri tani kemi dërguar rreth 90.000 zarfa që përbëjnë rreth 36.3% të numrit total të zgjedhësve që janë regjistruar si votues nga jashtë. Shtetet me shpërndarjen më të madhe të zarfave janë Italia, Greqia dhe Gjermania. Synojmë që gjithë procesin ta përfundojmë brenda 2 ditëve. Sipas raporteve që kemi marrë nga shërbimi postar i DL-s, votuesi i parë, të cilit i ka mbritur zarfi me fletën e votimit, i përket qarku Dibër dhe është në Gjermani. I ka mbritur në orën 7:15 minuta. Ky është votuesi i parë i cili ka marrë dokumentacionin zgjedhor dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Janë në mbritje për në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, po janë akoma në trakun e DL-s 111 zarfa, pra 111 votues të cilët kanë votuar dhe e kanë dërguar zarfin, kanë njoftuar, të themi me telefon, postierin e DL-s për ta tërhequr dhe është tërhequr ky zarf nga DL-ja. Pra me pak fjalë, votimi nga jashtë apo votimi i zgjedhësve shqiptar të cilët banojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë tashmë konsiderohet i kryer, që në momentin kur njëri prej votuesve i cili e ka marrë zarfin e ka kthyer atë mbrapsht. Besoj që ky është një eveniment në pikpamje të historikut të zgjedhjeve në Shqipëri dhe mendoj që është rasti për të falendëruar të gjithë ata të cilët punuan për këtë proces, më së pari stafin përkatës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por gjithë partnerët e tjerë të KQZ-s, organizatat e shoqërisë civile, media, pse jo dhe përfaqësues të partive politike, të cilët kanë kontribuar për mbarvajtjen e këtij realizimi dhe për mbarvajtjen e këtij procesi. Pyetje. Potenciali Gashi, në fakt, palistu e në mirë të të mbrapsht, Partia Demokratike ka shkruar dhe ka hedhur një dyshimi sa i takon prodhimit të zarfit B, pasi sipas pretendimeve të tyre janë prodhuar më shumë zarfe B, duke ngritur shqetësimin se mos një zgjedhës merr më shumë se një zarf B që provan dhëna sensitive për zgjedhësin. A janë adresuar shqetësimet e Partisë Demokratike dhe cila është e vërteta juaj? Nga kompania e cila merret me prodhimin e zarfave B, janë prodhuar për shkak të problemeve teknike në shtypshkronjë nga ana e tyre një numër më i madh zarfash B për disa votues, po kjo problematik është thjesht një problematikë e karakterit kontraktual midis nesh dhe tyre dhe nuk ka lidhje, nuk implikon fare procesin zgjedhor. Pse? Mund të prodhoheshin edhe 1.000 zarfa për një zarfa B për një votues. Zarfi B e merr vlerën kur futet në sistemin e KQZ-s. Pra kur ne e skanojmë zarfin B, atëherë ky zarf merr vlerën që do duhet të ketë. Dhe nëse një zgjedhës për një zgjedhës është printuar më shumë se një zarf B, në sistemin e KQZ-s ngarkohet vetëm njëri. Do të thënë sa herë që ti mund ta skanosh një herë, vetëm një dhe sistemi të lajmëron që këtë zarf i ke skanuar. Dhe edhe në rast se të themi për një moment sistemi i KQZ-s nuk do të funksiononte, si nga pikpamja e infrastrukturës dhe teknologjisë informacionit, po ashtu dhe nga pikpamja
gabimit njerëzor, është sistemi i DL-s që nuk të lejon që ti të ngarkosh në sistem më shumë se një zarf B. Dhe pikërisht funksionimi ashtu sikur se do duhet të funksionojë si sistemit të KQZ-s, ashtu dhe i sistemit të DL-s, bëri të mundur që ne të evidentojmë që ka disa zarfa B që janë prodhuar më shumë në numër për një zgjedhës të caktuar. Ajo çfarë është duhet të qartësohet është që nuk ka asnjë mundësi dhe ne i kemi provat për këtë që një zgjedhësi të shkojnë dy zarfa apo dy flet votimi. Ne kemi në KQZ një sistem dy fish të kontrollit. Sistemi DL-ja ka një sistem të 3 fish të kontrollit, pra kapet në momentin kur përgatitet dokumentacioni zgjedhor, pra të pjesë që përgatit DL-ja, këtu kapet në momentin kur ngarkohen dhe sistemohen në thas fletët e votimit, kapet kur transportohen këto fletë votimi në qendrën e tyre në Leipzig, dhe kapet nëse nuk është kapur në të gjitha 5 apo 6 si thua çeket kontrollet e mëparshme, kapet në momentin kur shpërndahet. Nëse një zarf shpërndahet i një zgjedhësi dhe të themi një postieri tjetër për rastësi ka shkuar një zarf i dytë i këtij zgjedhësi, ky nuk e shpërndan dot se nuk e ka në sistem. Do ta kthej mbrapsht te qendra e vet, do thotë që unë këtë zarf e kam shpërndar një herë, nuk më del punë për të bërë, po e them në mënyrë figurative. Ndaj shqetësimi i prezantuar me të drejtë deri diku të themi nga Partia Demokratike nuk qëndron realisht, pra nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Ne kemi patur komunikimet me përfaqësues Partisë Demokratike, janë sqaruar, e kanë kuptuar se si funksionon sistemi dhe në atë çfarë ata kanë konfirmuar, ndjen të qetë që çdo gjë është duke shkuar shumë mirë. Njoftimin ata e kanë marrë nëpërmjet monitoruesve të tyre që kanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë proces, pasi sigurisht se kemi bërë me dije edhe më parë, ky proces monitorohet 24/7 edhe nga përfaqësues të partive politike. Greta Bullani apo Sërendës. Zoti Skrivashi, pyetja parë lidhet me faktin që tashmë fletët e votimit do të rikthehen në Shqipëri. Me dorëzimin me hyrjen e të votimit në territorin shqiptar, fillimisht do të administrohen nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve apo do të vinë direkt në partin politik. Dhe pyetja e të referuar përgatitjeve që po bëhen në planifikimin e zarfeve. Sipas parashikimeve të juaja, pritet që të përfundojnë në fond paralajmëruar, pra 17 prill të nisë të gjithë procesi apo realizimin e diasporës. Fletët e votimit nga sistemi i DL-s i përpunimit do të vinë direkt në Pallatin e Sportit këtu në Parkun Olimpik të Tiranës, do të administrohen këtu, pra nuk do të shkojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do të vinë këtu do të bëhet i gjithë procesi administrativ i menaxhimit, i dokumentimit. Deri në këtë momente, procesi për votën e diasporës po shkon mirë, nuk ka problematika për të shënuar, thot kryekomisioneri Lirian Celibashi.